Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kuvendi Maqedonisë së Veriut vendos 18% tatim mbi vlerën e shtuar për porosit deri në 22 euro nga dyqanet online jashtë vendit si Temu, Shein dhe AliExpress. Pro ndryshimeve ishin 59 deputet, ndërsa 12 ishin kundër. Praktikisht kjo do të nënkuptojë një rritje të çmimit për porosit deri në 22 euro, të cilat deri tani nuk ishin të tatueshme. Zëvendës ministri i financave, Nikolçe Jankulovski, tha se qëllimi është të mbrohen tregtarët e vegjël vendas. Sipas tij, arsye kryesore për këtë ndryshim është krijimi i një kornize më të qartë ligjore, parandalimi i abuzimeve dhe pozita më e drejtë dhe e barabartë e bizneseve të vogla në Maqedoninë e Veriut krahasuar me ato jashtë vendeve për pagesën e TVSH-s. Këto masa ka marrë dhe Serbia e Mali i Zi, ndërsa në Shqipëri ndryshimi është në procedurë. Qëllimi i bashkëpunimit ndërmjet Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë, sfidat rajonale aktuale dhe mundësitë për nisma të reja të përbashkëta ishin në thelb të bisedimeve në takimin ndërmjet kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Hisra Mickoski me ministrin gjerman të punëve të jashtme Johan Vedelful. Shefi i diplomacisë së Gjermanisë është duke zhvilluar një vizitë pune në kuadër të turit në vendet e Ballkanit Perëndimor. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri Edi Rama kritikon vendimin e Britanisë së Madhe për dëbimin e rreth 700 familjeve shqiptare pas refuzimit të kërkesës për azil. Si mundet një sekretare e brendshme e Partisë Laboriste t'i bëjë on kaq të dobët retorikës, të së djathtas ekstreme populiste dhe të veçojë 700 familje shqiptare, një pikë statistikore në oqeanin e sfidave të Britanisë pas Brexit, pikërisht në një moment kur Mbretëria e Bashkuar dhe Shqipëria ka ndërtuar një nga partneritetet më të suksesshme të Europës për emigracionin e paligjshëm, apelon Edi Rama. Kryeministri i Shqipërisë kujton se shqiptarët janë kontribues neto në ekonominë britanike dhe numri i shqiptarëve që marrin përfitime nga Mbretëria e Bashkuar është shumë i ulët në krahasim me komunitetet e tjera. Opozita shqiptare vjon kritika ndaj majorancës socialiste për ligjin mbi barazinë gjinore. Deputeti i Partisë Demokratike Flamur Noka akuzon socialistët se me këtë ligj po shkatron familjen shqiptare. Ku transvestiti do konsiderohet njeriu dinjitoz i kësaj shoqërie, ku transseksuali do të favorizohet dhe ai që do të qëndrojë siç e ka bërë Zoti do të diskriminohet me ligjin tuaj, ku ju me atë ligj vendosët të shkatroni përfundimisht familjen shqiptare, pasi i shpopulluat, pasi i varfruat, pasi e inkriminuat të shoqëri, tani i erdhi momenti të jepni goditjen e fundit shkatrimit të familjes me qëllim për të shkatroni këtë shoqëri. Bota. Dronët rus hynë në thellësi të territorit rumun. Bukureshti ngriti avionet luftarak të mërkurën pasi një dron shkeli hapësirën e saj ajrore gjatë një sulmi rus kundër infrastrukturës ukrainase pranë kufirit, tha Ministria Rumune e Mbrojtjes. Në të thuese radari së pari kapi sinjalin një droni 8 km brenda hapësirës ajrore kombëtare para se të ngriheshin 2 avion Eurofighter. Pjesë të dronëve të shkatruar rus kanë rënë disa herë në tokën rumune pasi Moska sulmon infrastrukturën e portit të Ukrainës përgjatë lumit Danub. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.